Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit për zërin e vajzave në media dhe teknologji. Për ta zhvilluar këtë diskutim, me mua sot dy vajza të mrekullueshme, Frida dhe Amelia, të cilat do të na flasin për eksperiencat e tyre reale dhe mendimet e tyre në lidhje me përditshmërinë e tyre dhe çfarë ato hasin realisht në shkollë, dhe po ashtu Zysh Maria, e cila do na flas nga ana profesionale. Kënaqësi t'ju kem sot me mua. Dhe pa humbur kohë, dua ta nis këtë bisedë me pyetjen e parë për Fridën. Si mendon ti, edukimi për sigurinë online në shkolla është i mjaftueshëm apo ndjen që mungon diçka? Edukimi në shkolla mbi sigurinë online është i domosdoshëm, por ende është i pamjaftueshëm. Në shkollën e marrim ose e prekim thjesht përciptas internetin si rrjet, por jo rreziqet edhe problematika që internetin e na servir çdo ditë. Nuk ka edukim mbi presione që bëhen online, mbi shantazhimin, mbi denigrimin digjital, edhe asnjëherë domethënë nuk dihen shkaqet dhe pasojat e të qenit në internet. Amelia, ne flasim çdo ditë për pëlqime, like, komente, standarde bukurie. Si ndikon kjo te mënyra se si ju vendosni ta prezantoni veten në këto rrjetet tuaja sociale, në hapësirën tuaj online? Po, unë mendoj se në ditët e sotme presioni online është në rritje, do të thotë që like-et pra dhe komentet janë bërë si matës të vlerave të vajzave. Pastaj bëjnë që dhe vajzat influencohen nga këto trendet, duhet të ndiqen nga vajzat në mënyrë që ato të pëlqehen. Dhe mendoj që kjo gjë duhet të ndryshojë, mos të jetë kështu, në mënyrë që secila vajzë të ndihet mirë me veten e saj dhe të mos duhet patjetër të ndjek një trend në mënyrë që ajo të jetë e pëlqyer nga të tjerët. Shumë e vërtet. Dhe në fakt doja të pyesja edhe pak Zysh Marian nga këndvështrimi profesional. Si mendon që ndikon ky presion në vetbesimin e vajzave sot? Pra, a ka një ndikim dhe si ka ndryshuar në fakt edhe sjellja e tyre në krahasim me kohën kur më përpara nuk përdoreshin kaq shumë rrjetet sociale me sot, në krahasim me sot? Ka vërtet, a promovojnë vërtet vlera? Dua ta nis përgjigjen time nga fundi i pyetjes. Atëherë, krahasuar me disa vite më përpara, rrjetet sociale përdoreshin si një mënyrë komunikimi mes grupeve shoqërore që relativisht kanë qenë të vogla. Sot ndodh e kundërta. Presioni i lartë i të gjitha edhe çfarë vajzat përmendën i standardeve të bukurisë bën që vajzat qoftë në mënyrë direkte apo indirekte të kaplohen nga ky presion. Dhe domosdoshmërisht ato paraqesin veten e tyre me një imazh më të kuruar, që nuk është asgjë e keqe të jesh e kuruar dhe kujdesshme për veten, por këto janë modele që ne i marrim të gatshme që na i ofron social media. Dhe kjo ndodh sepse kjo gjë po promovohet masivisht, duke harruar diçka thelbësore siç janë vlerat. Neve joshemi, kur them ne flas të paktën gruponshat e adoleshentëve, joshet nga pamja, nga sipërfaqja. Dhe asnjëherë nuk shkon dhe thellohet në mendim që çfarë fshihet pas një dukje. Ajo që ne duhet të bëjmë sot, unë si mësuese të paktën përpiqem që çdo ditë qoftë vajzave të gruponshave më të vogla, qoftë pak më të rritura, t'i ushqej vlerat tek vetja e tyre dhe ato t'i dinë vlerat që zotrojnë dhe të kenë vetbesim jo nga dukja e tyre, por nga ato çfarë ato kanë virtyte dhe që zotërojnë virtyte dhe vlera jashtëzakonisht mira. Amelia, çfarë mendon ti se është roli i prindërve në edukimin e vajzave, po jo vetëm, në lidhje me sigurinë online dhe në mënyrën se si ato reagojnë dhe mbrohen? Po, unë mendoj se familja ka një rol kyç në edukimin jo vetëm të vajzave, por edhe të djemve. Unë jam rritur nga një nënë që më ka mësuar të kem marrëdhënie shumë të fortë me të, pra të shpreh gjithçka, çdo shqetësim që kam tek ajo, edhe kështu familja bëhet si mbështetje për ty dhe e di që në çdo situatë, në çdo sulm ti nuk je asnjëherë vetëm se ke familjen pranë. Kështu që mendoj se sa më të afërt jemi me familjen, sa më shumë gjëra ti tregojnë për veten tonë, për ndodhit tona ditore, apo çdo rrezik që mund na kanoset, në momentin që ne shprehim me familjen, kjo na bën që të dalim nga situata dhe të ndjemi mirë dhe me veten, po edhe me të tjerët. Frida, si mendon ti? Neve si shoqëri në tërësi, po mundohemi që t'i mësojmë vajzat të kufizohen për të qenë të mbrojtura në shkollë, në komunitet, në shoqëri, në çdo ambient që ato bëjnë pjesë, në vend që të mësojmë shoqëri, në fakt të krijojnë një ambient që ato mos të dëmtohen. Në fakt shpeshherë po.
Vajzave përjepet një lloj presioni se si të ndihen të mbrojtur ose se si duhet mbrohen, kur në fakt nuk edukojnë një shoqëri që duhet ketë ose të ditë cilët me figurën femërore në tërësi. Sepse ne gjykojmë vajzat në mënyrë se si vishen, si flasin, si mendojnë, si interpretojnë gjërat dhe nuk gjykojmë në mënyrë absolute një shoqëri që nuk respekton vajzat, nuk ka asnjëherë atë dëshirën për t'i dëgjuar ose thjesht për t'i bërë vajzat të ndihen mirë. Dhe në momentin që vajzat flasin dhe veprojnë, asnjëherë përgjegjësia nuk bjen mbi ata që gjykojnë, por mbi veprimet dhe ato që vajzat kanë shperuar ose kanë bërë. Po, shumë e vërtet dhe Zysh Maria, në fakt edhe nga ana profesionale, si e shihni ju këtë balancën midis mbrojtjes së vajzave dhe edukimit të shoqërisë në përgjithësi, në tërësi të saj? Për hir të vërtetës, gjithë piknisja e kësaj gjullurdie sociale, i referojmë gjithmonë në rrjeteve sociale, nis pikërisht nga mungesa e edukimit që ne kemi si shoqëri. Që tek prindrit, që tek shkolla dhe që tek kategorizimi që ne i bëjmë gjinive. Nuk mjafton mbrojtja, nuk mjaftojnë prindër që i thon vajzave kujdes këtu, kujdes për këtë, mos bëj këtë, mos bëj atë. Gjeneza e gjithë kësaj do të ishte shumë më e thjeshtë nëse neve do të kishim edukuar fëmijët, pa i dalluar nga gjenia. Ne duhet t'i edukojmë se si duhet të sillen, se si duhet të flasin, se si duhet të kenë të ndërtojnë sjellje të shëndetshme me njëri tjetrin. Shumë faleminderit Zysh Maria për këtë mesazh kaq të bukur dhe shumë të vlefshëm. Dhe në fakt ky është thelbi i të gjithë kësaj bisede që ne zhvilluam sot. Siguria nuk është vetëm një listë rregullash që vajzat duhet të ndjekin, por është një kulturë që duhet të krijohet rreth tyre, në shoqëri, në shkollë, në familje. Sepse në fund të ditës edukimi nuk është vetëm informacion, është një mënyrë që vajzat mësojnë se si të kuptojnë veten, se si të reagojnë dhe të vendosin kufi dhe të mos heshtin. Ndoshta pyetja më e rëndësishme që duhet t'i bëjmë vetes nuk është si t'i mbrojmë vajzat, por si të krijojmë një ambient ku ato të ndjehen të sigurta dhe të mos kenë nevojë të mbrohen vazhdimisht. Faleminderit shumë që folët e ndatë mendimet dhe eksperiencat tuaja. Faleminderit shumë që dëgjuat dhe mos harroni, siguria fillon nga edukimi, por fuqizohet nga zëri.